Horoskopi ditore hën 29 dhjetor 2025. Dashi, mos u tregoni ironike me partnerin tuaj sot, por flisni hapur për gjithçka që mendoni. Në këtë mënyrë lidhja juaj do të ecë në rrugën e duhur. Beqarët nuk duhet të humbasin për asnjë moment shpresën se do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Sot mund të ndodhin gjëra të jashtëzakonshme. Në planin financiar do të arrini të zgjidhni të gjitha problemet që keni pasur. Demi, do të ndiheni të lumtur pranë atij që keni në krah dhe të gatshëm të hidhni çdo lloj hapje më tej. Për gjithçka do të bashkëpunoni fort. Beqarët do të kenë takime pafund, por nuk do të mund të nisin dot një histori serioze dashurie. Nëse dëshirojnë, mund të përfitojnë aventura kalimtare. Në planin financiar ju duhet me patjetër të merrni disa para hua që t'ia dilni mbar. Beqarët, do t'jeni shumë pesimist për vazhdimsinë e jetës suaj në çift gjatë kësaj dite, duke parë ecurinë e saj kohëve të fundit. Mos mendoni se të tjerët nuk kanë debate, sepse ato janë normale për jetën. Beqarët me shumë gjasa do të kenë takime impresionuese me persona të mrekullueshëm. Situata financiare do të fillojë pak nga pak të stabilizohet. Gaforia, do të jeni shumë të përkushtuar ndaj punës sot dhe nuk do të keni kohën e nevojshme për t'ia kushtuar atij që keni në krah. Shpjegojani atij situatën përpara se të mërzitet. Beqarët nuk do të kenë as sot mundësi për të takuar princin e kaltër. Do t'ju duhet ende të presin. Financat do të jenë goxha të mira, kështu që mund të përfitoni të kryeni ndonjë investim. Luani, do t'jeni shumë kritik ndaj partnerit tuaj sot dhe kjo mund ta përkeqësojë marrëdhënien në çift. Tregoni sa më të matur dhe mos kërkoni perfeksion. Beqarët do të bëjnë mirë të mos i besojnë të gjitha fjalëve që do t'ju thonë disa persona, sepse do të zhgënjehen shumë shpejt. Në planin financiar do t'jeni shumë të zotët dhe pak nga pak do i përmirësoni situatën tuaj ekonomike. Virgjëresha, ditë turbull dhe mbushur me debate të zjarrta, kjo e sotmja për të gjithë të dashuruarit. Her pas here do të ndjeni shumë keq dhe nuk do të dini çfarë të bëni. Beqarët duhet i pranojnë ftesat që do t'ju bëhen, sepse askush nuk do t'i detyrojë më pas të krijojë një lidhje. Gjithçka do të jetë në dorën e tyre. Financat nuk do të jenë as pak të mira. Peshorja, lidhja juaj në çift do të përforcohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do të përballeni me disa të papritura të cilat do t'ju ofrojnë edhe më tepër me atë që keni në krah. Nëse jeni ende beqar, sot takime do të jenë serioze dhe mbreslënse. Mos i humbisni. Në planin financiar nuk do të keni vështirësi nëse shpenzoni kuturu. Akrepi, mirëkuptimi dhe toleranca do të mbizotrojnë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Edhe pse her pas here do të keni konflikte, gjithçka do të zgjidhet shpejt. Beqarët nuk do të jenë të privilegjuar në dashuri, por kjo nuk do të thotë se do të kalojnë një ditë të mërzitshme. Në planin financiar shpenzoni aq sa ju mban xhepi dhe të mos keni vështirësi më vonë. Shigjetari, ditë paksa delikate kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të pranoni gjithmonë ato që do t'ju thot partneri dhe do të veproni sipas mendjes tuaj. Kjo do të përkeqësojë situatën. Beqarëve do t'ju ndryshojë jeta brenda disa orëve. Përgatituni për emocione dhe gëzim pafund. Në planin financiar nuk do të ketë probleme dhe vështirësi. Megjithatë, kujdes me shpenzimet. Bricjapi, edhe ju do të jeni të përkëdhelur nga yjet në planin financiar. Nuk do të keni asnjë debat sa do të vogël, përkundrazi, pasioni do të jetë i zjarrt. Beqarët gjithashtu do të fillojnë një etapë të re në jetën e tyre, mjaft romantike dhe të mbushur me emocione. Në planin financiar vazhdoni të tregohuni të matur me shpenzimet në mënyrë që të mos keni probleme. Ujori, ditë e lumtur kjo për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të kaloni momente fantastike pranë të dashurit të zemrës dhe do të dëshironi që dita të mos ketë një fund. Beqarët do të jenë të stresuar në lidhje me një çështje profesionale dhe nuk do të mendojnë as pak për jetën sentimentale. Në planin financiar Marsi do t'ju bëjë më të kthjellët dhe do t'i menaxhoni me kujdes të ardhurat tuaja. Peshqit, pritet që jeta në çift të mos ketë as problemin më të vogël gjatë kësaj dite. Do të kuptojeni mjaft mirë me partnerin dhe do e toleroni atë her pas here. Në çdo rast do të bashkëpunoni me të si një ekip i fortë. Beqarët nuk do të jenë me shumë fat në dashuri dhe do të mbeten sërish vetëm. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni menjëherë.